E me 6 maj, por në vitin e largët atë të vitit 1405, lindi heroi kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Për jetën dhe veprën e tij u fol edhe në një simpozium shkencor në Prishtinë. Se çfarë thanë aty pjesëmarrësit do të na tregojë me detaje Amantina Hasani. Amantina, lidhja është për juve. Nga viti i tij lindjes 1405 deri më sot, ku është edhe data e lindjes pra 6 maj, u bën fiks 620 vite të heroit kombëtar shqiptar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Për vjetor ky, i cili po shënohet e po festohet edhe në kryeqytet. Fillimisht rreth orës 9, ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj, ka vendosur kurora lulesh tek monumenti i tij në qendër të qytetit bashkë me stafin e tij të ambasadës. Ndërkaq pastaj në orën 11 u mbajt simpoziumi shkencor me temën Jeta dhe vepra e Gjergj Kastriotit Skënderbeu, kur ndër të tjerash u tha se Skënderbeu nuk ka qenë thjesht një luftëtar, por bashkë me të ka lindur edhe shteti shqiptar. Ndërkaq tani në sheshin ku mban edhe emrin e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, po bëhet gati skena për të filluar një koncert me pika muzikore artistike nga qytetarë të shumë, patjetër që u pan edhe policia e Kosovës, të cilët janë në mbikëqyrje të krejt kësaj situate. Po ashtu u mbajt edhe një ekspozitë e artit pamor me vepra të frymëzuara nga figura dhe trashëgimia e tij. Ndërkohë kujtojmë se të dielën në Prishtinë, pranë aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari, ka atëruar stërnipi i tij Loris Kastriota Skënderbeg, pikërisht për këtë ditë, ndër të tjerash nga fjalët që tha, ai tha se përvjetori i stërgjyshit të tij duhet të bëhet tashmë traditë për ta festuar jo vetëm në Kosovë, por edhe në të gjitha trojet shqiptare, kudo që ka shqiptar. Mirë Amantina, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtpërdrejtë. Ndërkohë se Skënderbeu ishte mbrojtje jo vetëm për Shqipërinë,